Deri në fund të kësaj jave pritet që të realizohet takimi Mickoski-Taravari. Në këtë takim do të dihet nëse Taravari dhe partia e tij do të vazhdojnë të jenë pjesë e qeverisë apo do të kalojnë në opozit. Takimin e konfirmoi edhe vetë Taravari, i cili para mediave tha se janë në komunikim me kryeministrin dhe do të takohen. Deri tash vendimi ynë është vetëm një, se në lista për këshilltar Aleanca për Shqiptarët del e vetme. Për kandidat për kryetar komunash, kemi thënë se jemi të hapur, para se gjithash me Lenin, në qoftë se kanë disponim, në qoftë se s'kanë disponim, opsioni dytë është vetë edhe matutje e shofë. Ndërkohë zëvendës kryeministri Aleksandr Nikolovski tha se nëse Taravari bashkëpunon me MBD-in, kjo do të përbënte vetvrasje politike. Nuk mendoj se është aq shumë naivt të hyjë në bashkëpunim me BD-in. Mendoj se pak dhe opinioni po e nënçmon dhe nuk mendoj se do të bëj hap drejt asaj që të bëj vetvrasje politike. Do të befasohesha nëse tregon naivitet të tillë politik, u shpreh Aleksandr Nikolovski, zëvendës kryeministër. Kjo deklaratë e Nikolovskit shkaktoi reagimin e BD-is. Nga kjo parti pyesin pse e gjithë kjo urrejtje ndaj BD-is dhe ndaj shqiptarëve. Deklarata e nënkryetarit të VMRO-DPMNE-s se bashkëpunimi i një partie shqiptare me BD-in është vetvrasje politike nuk është gjë tjetër, veç se dëshmi e ambicjes së tyre të rrezikshme për të bërë inxhiniering të skenës politike shqiptare. Me synim krijimin e një strukture shqiptare marionet në kontroll dhe njëkohësisht dëshmi e hakmarrjes së tyre ndaj BD-is dhe shqiptarëve për qëllime të thella gjeopolitike, anti-europiane dhe shoviniste. Çështja e largimit të Taravarit nga qeveria u bë aktuale, pasi kryesia e partisë së tij mori vendim që në zgjedhjet e ardhshme lokale me lista të këshilltarëve të garojë e vetme, ndërsa për kryetar komunash do të bashkëpunojnë me këtë mbërin. Këtë nga vlen e quajtën vetë përjashtim nga koalicioni, ndërsa theksuan se në fakt Taravari ka bashkëpunim të fshehtë me BD-in. Edhe me BD-in, edhe në qeveri nuk mundet, pati deklaruar zëvendës kryeministri Izet Megjiti.